Me një ceremoni festive u mbyll sezoni i kampionatit të futbollit amator në zonën rajonale Lezhë, ku vlerësuan ekipet kampione të kategorive U9, U11, U13 dhe U15 për paraqitjen dhe sukseset e arritura gjatë sezonit. Preçi, Jason Prenga, Noar Leka, Sot kurorëzohet puna e tyre me medalje përkatëse janë shumë. Trofet u dorëzuan nga shefi i zonës rajonale Kristian Gjidodaj dhe kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Dreu, të cilët përgëzuan sportistët, trajnerët dhe klubet për punën dhe përkushtimin e treguar gjatë kampionatit. Rallëpar do t'i uroj të gjithëve suksese fëmijëve tuaj, suksese gjithë prindve në këtë kompeticion vjetor që kemi zhvilluar ne si shoqata rajonale e futbollit Lezhë. Dhe s'ngele gjë tjetër t'ju them përveç se suksese. Konfirmu një projekt të ri bashkë me Kristian Gjidodën dhe aktorë të tjerë të futbollit në Lezhë për ta ngritë futbollin në nivelet që i meriton Lezhë. Dhe mendoj se ky potencial që është këtu dhe që ka vënë rezultat do jetë dhe finalistja e një Lezhë të re në futbollin në Super League. Kështu që jo vetëm basketbolli, por edhe futbolli do jetë pjesë e elitës së sporteve në Shqipëri. Interesi i të rinjve për futbollin në Lezhë vijon të jetë në rritje, ku puna që po bëhet me grup moshat po sjell rezultate konkrete, duke nxjerrë talente që pritet të jenë pjesë e futbollit profesionist në të ardhmen.